në aksin rrugor Një vit salari, ku vra shtetasi italian Edoardo Sarki, 44 vjeç, u mundsua zbardhja e autorësisë dhe rrethanave të rastit. Konkretisht u identifikua autori dyshuar I vrasjes, shtetasi Kamber Sulçaj, 48 vjeç, banues në fshatin Mesaplik Vlorë, I cili u shpall në kërkim për veprat penale, vrasja në rrethana të tjera cilësuese në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, mbajtja pa leje e armëve dhe prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Nga hetimet dyshohet se 48 vjeçari fillimisht është konfliktuar verbalisht për motive të dobta me shtetasin Edoardo Sarki, si dhe me shtetasit që e shoqëronin këtë të fundit. Më pas, shtetasi Kamber Sulçaj dyshohet se ka qelluar me armë vjaska në drejtim të këtyre shtetasve dhe automjeteve të tyre në aksin Një vit salari, ku si pasojë të shtënave humbi jetën 44 vjeçari. Gjatë kontrolleve, shërbimet e policisë gjetën të fshehura në një stan në një zonë të thellë malore midis fshatrave Një Vic dhe Bolen, automjetin dhe veshjet që dyshohet se ka përdorur 48 vjeçari gjatë kryerjes së krimit. Gjithashtu në këtë zonë u gjetë hedhur në shkurrë një çantë në të cilën ishin një palë dylbi me rreze infra, një palë dylbi termik, një mbajtëse arme dhe një elektrik dore. Mëtej gjatë kontrolleve të kryera në bashkëpunim me policinë e Vlorës, në banesën e 48 vjeçarit dhe në banesat e familjarëve të tij në fshatin Mesaplik dhe në Vlorë, u gjetën dhe shuma monetare në valutë lek dhe euro me një vlerë totale prej 2.5 milion lekësh të rinj, 3 armë gjahu me municion luftarak, saçme dhe vjaska dhe 450 fara të dyshuara kanabis sativa dhe 2 kasaforta të mbyllura.